Shtetasi i Kosovës Nezir Mehmeta i dënuar nga Serbia për krime lufte është liruar nga burgu, kështu njofton vëllai i tij Valoni. Vëllai im është liruar nga burgu dhe ne jemi të lumtur që ai më në fund është kthyer në shtëpi. Ky është një fillim i ri për të gjithë ne dhe ne besojmë në një të ardhme më të mirë, shkroi Valon Mehmetaj në Facebook. Nezir Mehmeta ishte dënuar me 6 vite burgim nga Gjykata e Lartë e Serbisë në akuzat për krime lufte kundër civilëve në fshatin Rudic dhe Klinës. Me 1999, familja e tij vazhdimisht kishte hedhur poshtë akuzat ndaj tij. Vitin e kaluar gjykata serbe tha se kishte konstatuar se Mehmetaj në qershor të vitit 1999 kishte marrë pjesë në rrëmbimin e civilit me komsi rome Jelaj Rahmadan, mbetjet mortore të cilit ende nuk janë gjetur. Sipas pretendimeve të gjykatës, bashkë me Mehmetajn kanë qenë edhe anëtarë të tjerë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Me vendimin e gjykatës ishte thënë po ashtu se Mehmeta ishte pjesëtar i UÇK-s dhe në atë kohë lëvizte në fshatin Rudic me uniformën e UÇK-s. Nezir Mehmeta u arrestua më 3 janar 2020 në pikëkalimin kufitar të Merdarës dhe që nga ajo kohë kishte qenë në paraburgim në Serbi. Po atë vit autoritetet gjyqësore serbe ngritën akt akuzë ndaj tij për krime lufte në Rudic të komunës së Klinës në periudhën qershor-korrik 1999. Autoritetet e Kosovës vazhdimisht kishin kërkuar lirimin e Mehmetajt dhe të disa qytetarëve të tjerë të Kosovës që janë arrestuar nga Serbia në dyshime për krime lufte. Ministria e Drejtësisë e Kosovës në korrik të vitit 2024 kërkoi nga Serbia që të ekstradonte në Kosovë shtetasit kosovar që mbahen atje. Vetëm vitin e kaluar, prokuroria për krime lufte në Serbi ka ngritur 7 akuza kundër shqiptarëve të Kosovës për krime të pretenduara ndaj popullatës civile serbe në fund të viteve 90. Edhe autoritetet në Kosovë kanë ngritur një sër akuzash dhe e kanë shqiptuar dënime për akuzat për krime lufte në Kosovë në vitet 98-99.